Eliona është një nga banorët më të komentuara në mediat sociale, dhe së fundmi ajo ka tërhequr vëmendjen për raportin e saj me Edin. Një takim i rastësishëm në një kafe ka ndezur kuriozitetin e fansave dhe ndjekësve të saj. Çfarë ndodhi në atë takim? A ishte vetëm një kafe e zakonshme apo kishte diçka më shumë pas saj? Eliona ka zbuluar se takimi i saj me Edin ishte i shkurtër dhe nuk përfshinte asnjë përshëndetje. Pse nuk u përshëndetën? Kjo ka lënë shumë të habitur, duke u bërë një temë diskutimi në rrjetet sociale. Fansat e Elionës janë të etur për të ditur më shumë rreth marrëdhënies së saj me Edin. A ka pasur ndonjëherë një lidhje më të ngushtë mes tyre? Apo ky takim ishte thjesht një rastësi? Eliona, e cila është e njohur për natyrën e saj të hapur, duket se ka vendosur të mbajë disa detaje për vete. Kjo ka rritur edhe më shumë interesin e publikut për jetën e saj personale. Edhe pse takimi ishte i shkurtër, ai ka hapur dyer për spekulime të reja. A do të ketë një vazhdim të kësaj historie, apo do të mbetet një episod i izoluar? Me çdo postim në rrjetet sociale, Eliona vazhdon të mbajë fansat e saj në ankth. Ajo është një mjeshtrehe intrigës dhe çdo detaj i ri rreth saj është një mundësi për të diskutuar. Si përfundim, takimi i Elionës me Edin në atë kafe ka ngjallur shumë pyetje dhe spekulime. A do të zbulojnë ata më shumë rreth njëri tjetrit në të ardhmen? Lexuesit janë të ftuar të ndajnë mendimet e tyre rreth kësaj situate intriguese.